أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun azza wa jalla falenderojm salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë të nderuar selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin e Allahut fillojmë me një kapitull të re nga libri nga I cili mi duke shpjeguar ku përmendmi smundjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mesazhet e tij të fundit që aludojnë në vlerat e Abu Bekrit radhiyallahu anhu të mëdha dhe disa hapa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I merr dhe I realizon para se të ndron jetë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi se është duke I ardhur fundi, e kuptoi se është duke ardhur koha për me shku tek Allahu azza wa jall që në haxhin lamtumirës që ja shpalli Allahu azza wa jall ajetin ku Zoti I Madh na tregon se Allahu e ka plotësuar fenë e tij. El yawma akmaltu lakum dinakum. Dhe deri në fund. Dhe kjo është një porosi se feja pasi që u plotësu, u kompletu, atëherë edhe misioni I këtij pejgamberi mbaroi. Misioni I tij ishte dërgohet pejgamber në mesin e njerëzve që Islamin të e kompleton. Me shpalljen e Allahut azza wa jall. Momenti që u kompletu Islami, kjo ishte do të thotë një aludim se ka ardhur koha që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të shkon tek Allahu azza wa jall. Dhe një gjë të tillë shumë pak prej sahabëve e kuptuan që më herët. Në mesin e tyre ishte edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, që e kuptoi. Shumë sahab kur u shpall kjo ajet kuranor që tregonte për plotësimin e Islamit u gëzuan. Thanë, shqyru plotësu feja jonë, Abu Bekri u mërzit. Se kuptimi I tij për fenë ishte shumë më I thellë. Ishte shumë më I gjanë. Se Abu Bekri me streshtave kuptoi se misionin e kompletoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tash ka ardhur koha me shku te Allahu azza wa jall dhe do të ndahet nga Abu Bekri radhiyallahu anhu. Për hapave të fundit që I merr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është edhe fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ushtrin më të madhe në historinë islame I lën të komandon dhe e ban komandant të asoj ushtrie Usame ibn Zeidin radhiyallahu anhu, I cili I kishte si va mërmendja, sa vjet? 18 vjeçar Usame ibn Zeid. 18 vjeçar. 18 vjeçar të sotit, mi që unë po drum me marë Turqi natën, tutën me shku me marë. Po, su I shko mere një tegëll Turqin po drum natën, tutët me shku me marë. Të tajde dhe ti babi se natësht. Usame ibn Zeid ka me udheq ushtrin më të madhe që duhet me shku me luftu me perandorin romake, Palestinën të çliroje. Në drejtim Palestinës, andej. Të luftoje me ushtrin më të madhe, me perandorin më të madhe të asoj kohë, 18 vjeçar. Dhe nën komandën e tij, Khalid ibn Velidi, filoni, aloni, sahabet mëdhej, I caktoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha, kjo është Usame ibn Zeid. Një hap shumë I rëndësishëm dhe shumë strategjik që e caktoi dhe vendosi vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Derisa tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kjo ishte edhe një sprov për shoqërinë islame, që disa fillun me folë dhe me thonën ki shumë I ri, ki praktika më të mëdhej, më strateg, më të shkaft, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I yat'anu fi imaratihi faqad ta'anu fi imarati abihi. Tha kush fol për liderllokun e Usame ibn Zeidit, atëre ka fol edhe për liderllokun e babës së vet. Se Zeidi radhiyallahu anhu ka qenë baba I Usamës. Një njeri me nam, me fam, lider, ralli pam në historinë e njerëzimit.
Kush fol për liderlukun e këtij, atëherë ka çushive të liderluku i babës vet. E tha, in kana le khaliqan wallahi in kana le khaliqan lil imara. Pashallahu, ky Usami tha, është i pjek dhe i gatshëm dhe është i shkallët për me qenën lider dhe udhëheqës. Wa in kana min ahabbi an-nas ilayya wa inna ibnahu huwa lamin ahabbi an-nas ilayya ba'dahu. Tha, baba i vet ka qenë një njeri që e kum dash më shumë ti. Edhe djali i vet Usameja është nga njerëzit që i dua më së shumti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hap tazi e ndali atë dyshim dhe hamendje që e kishte dikush se Usame ibn Zeid a është i gatshëm me qenë komandant i ushtrisë më të madhe në historinë e njerëzimit apo nuk është i gatshëm. E dyta, prej hapave dhe nishaneve që tregoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka ardhur vakti me shku, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe u lut për shahidat e Uhudit. I mbet ajo plak për vllazërit e vet që ranë shahida në Uhud. Se ishte një sprovë shumë e madhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sprova e Uhudit. U çu prej Medinës, shkoi te shahidat e Uhudit, u lut për ata. Diçka që Ebu Bekri kritoi për cellkja. Hapin e tretë që e bani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e la një vasiet dhe tha, ju tha grave të veta, keni me më dhonë një izën që këtë vendosëm të shtëpia e Aishës. Që herë e parë po ndodh kjo. I mbledhi sahabët dhe ju la vasiet dhe tha, mushrikt keni mi largu prej gadishtit arabik. Ja Rasulullah, ti me neve je. A i tha, ta dini valo emanet që mushrikt me i largu nga gadishtit arabik. Mos me lanë gadishtin arabik dikan që adhuron dë një put. Ta pastrojnë i gadishtin arabik nga idhujtaria dhe idhujt. Tjetëran dhe në vijem, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve vet, shta shumë fund ju thot, tha, s'kini drejt, vorin tem të bëjnë një xhami. Tha, vori jem, zgudzon mu bo xhami. Si që kam bo besimet tjera. Tha, s'kini drejt, mu falë të vori jem. E ndalume, tha është. Alo, s'kish vorë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë e dhe të të nishane që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam javash fillon me mu adhon sahabëve të vetë se hane waqtur rahil, u ka afru koha ku du të me shku të Rabbul Alemini. Dhe ju tha sahabëve dhe gjithë ummetit vetë, tha, për Allahun të me ndoni mirë. Të me ndoni për Allahun se gjitha caktimet dhe kaderet e Zotit janë të mira. Zguxeni me mendu diçka keq për Allahun azza wa jall. Të mendoni për Allahun se Allahu a fal gjënat që çdo herë të ktheheni te Zoti. Kur mos e humbni mitin shpresën në Allahun azza wa jall. Sado që ju godet fukarallëk smundje, telashe, ndonjë siklet në jetë, ju duhet të mendoni te Allahu dhe për Allahun mirë, se Allahu ka me bo mirë për juve dhe ka me pas ditë të bardha e të mira për ju. Subhanallah, vasjete shumë të rëndësishme për ummetin. Sot smundja më e madhe mbi rrezullin toksor është si pasojë e asaj që njerëzit nuk mendojnë mirë për Allahun azza wa jall. Se ju vjen një sprov bin depresion. Se nuk kanë mendim të mirë për Allahun, se nesër Allahu mas nesër ka me bëu mirë për ata. Se kur ta humbin këtë shpresë, njerëzit bin depresion, dorëzon. Ç'ka është depresioni? Mu dorëzum. Me i mytin për jetë, shpresën për jetë, i mytin se ka më bëu më mirë. Çfarë do që ndodh me ata? Besimtari i cili mendon mirë për Allah, nuk bjen depresion. Se ati sot i vjen një sprov, sot are sa Allah e ban mirë, sot e lehtëson, që dhe bëhet mirë, hajde. Dhe bëhet mirë. Na me këtë lafi e mirit, edhe u ka bo mirë për neve, se shumë mazije ma beteri na konë.
Po tu na mësu, tu na thua se debot mirë, tu i ndëgjuna ato baballarë tonë, pleqët tonë, debot mirë, deri para 20-30 vjetëve kitë me shtëpia me qërpiqi mi konë. Po u bo mirë, kitë pallata janë. Deri para 20-30 vjetëve me jugo, me fiqe kina ecë, u bo si ma mirë, tanat mirat, ja. Nuk ram depresion. E zgudzon alo ma hiqë rinia jonë, me ron depresion me gjithë të të mira. Zgudzon, ajo du të me mendu se do bot alo ma mirë. Me izën të Zotit, jo mu dorëzun. Andaj për vasijeteve që i la Muhamedi s.a.s. është edhe vasijeti që me mendu mirë për Allahun azhvajal. Ju la vasijet muhajgjirve që mi këshirë me të mirë ensarët. Tha se ju jeni venali, këta janë doshlak, të kanarth. Dhe ju la vasijet që ndaj ensarëve të sillen me të mirë dhe t'i trajtojnë si ma mirë ensarët. Në falë, muhajgjirët. Ju la vasijet ensarëve me dinelive për muhajgjirët. A jeni me mua dhe ju jeni të lashitësionë. Kaj prapë jam t'i thonë lafë, të një dykoshohu, qka dale, kaj prapë e i të thonë. S'na ka zonë gjumi, jo, hala e në sajnisa, subhanallah. A gjeti, qubën kom të qa, flenë, quti ja. Qutë të qa. A mund ish me një kom me një? Mirë ka në, usos. Allah e bekoft, veç shakajmi të bo, që mos me kuptu se shumë seriozin apëta. E dë njëre kur ta të prejme, kur ta zgatmi ma tepër, dikush band me që një dorën e kuptoj dhe me këse e kena ka përci vine kuqe, ama se nëse pas këminis. E shohën e lafët i tham ka e prapa, vasjet ju kalonën muhajgjirve për ensarët, a është e kundër ta. Ju kalon vasjet e ensarëve që muhajgjirët të këshiri, se muhajgjirët kalon për i Mekës në Medine. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, doli para sabve dhe tha një hadith, inna Allaha khayyara abden bejnë dunja wa bejnë ma inda Allah, fe khtare dhalike l'abdu ma inda Allah. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një nga fjalët e fundit, hadithet e fundit, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall i tha robit të vet, zgjedhe dhe ti vendose mes dunjos, mes të mirave dunjos dhe mes të mirave që janë tek Allahu azza wa jall, apo mes dunjos dhe Allahu azza wa jall. Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe robi e zgjodhi ajo që është tek Allahu azza wa jall. Sahabët u gëzuan nga kjo porosi, Ebu Bekri radhiyallahu anhu qajti. Se kuptoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përzgjedh me shku tek Allahu azza wa jall. Se Allahu azza wa jall pejgamberve me laçën që a dërgoi që me izën va mirë shpirtin. Melekul Mauti pejgamberve me izën va ka marrë shpirtin. Të neve s'ka izën, kallëzova ndja. S'ka me izën, vjen Melekul Mauti, pa prit mas. Aje në gjami, lumë për ti nëse e në gjami. Aje në shpe, aje në rrug, aje aty, aje këto. Po aje edhe nuk të keqe, mjerë për ti, ka me ta marrë e shpirtin, e që ashtu si kime vdek, ashtu edhe kina me urin gjallë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna amana an-nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i besueshëm tek unë në pasurinë e tij dhe në shoqërimin e tij është Abu Bekri. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu Abu Bekrin. Sikur se ta kisha zgjedh për halil dikan pos Allahu azza wa jalla, ta kisha zgjedh Abu Bekrin. Pastaj tha, walakin ukhuwat al-islami wa mawaddatuhu. Por se neve na mbetet vëllazëria islame dhe dashuria për Allahun azza wa jalla. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bekrin. Tha, dhe në xhamin teme mos lini asnjë kapixhik pa e mshel përveç se kapixhikin e Abu Bekrit.
Krejt dyrt kapixhikat e xhamisë tim shelni, se xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë kapixhika. Në disa transmetime i kanë thonë khauha. Tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, krejt dyrt kapixhikat e xhamisë time tim shelni, përveç se kapixhikin e Ebu Bekrit, i cili ka hyrë te shtëpia vet direkt në xhami, ka pas një derë tjetër, pi shtëpi me hyrë në xhami direkt, jo me dalë kolla me shku. Kurse krejt sahabët tjerë prej atë ditën aton kanë shku kanë hyrë në xhami o kolla. Se xhamia ka në rrethume me shtëpia. Indikacion dhe udhëzim i qartë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për vlerën dhe faziletin e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam usmu dhe u lodh, u dobësu. Sa që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muru Eba Bekrin falyusalli. Tha shkoni, jepni urdhën e Ebu Bekrit, shifeni, muru, jepni urdhën e Ebu Bekrit të dalen imam në t'i falë muslimat. Tha ja Resulullah, sahabët i tha ja Resulullah, Ebu Bekri po qanë shumë namaz. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jepni urdhën e Ebu Bekrit që të dale imam. Njëtën lath për thot. Ata ja përsëritin, ja Resulullah, a i s'po mundet me bajt, me ballafaqu, me dale imam në mihrabin ton të konti. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti jepni urdhën Ebu Bekrit që të del imam. Do të thënë një gjë xhamati dashur, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithë këtë e ban në një komunikim të shëndosh me sahabët. Dhe faktin që urdhon Ebu Bekrin radhiyallahu anhu që me dal imam është një alamet dhe një shenjë se njeriu për t'i prirë besimtarët në adhurimet e tyre dhe në udhëtësinë e tyre më i prim pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Do të gjeni në për libra deviante të shijave që këto ndodhi komentojnë ndryshe. Tjeni të vetëdijshëm se këtë ndodhi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 2 herë, 3 herë i urdhënon sahabët që Ebu Bekri me dal imam, ato e komentojnë si padojgjeshmëri të sahabëve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ato këtë komentojnë demek shokët më të afërt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë rebelaf se kanë dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kishta shu ka dashur me zor mishti me bë diçka që ai ka urdhënuar. Andaj mos ju besoni atyve transmetimeve. Janë gënjeshtra të kullume dhe iftira për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët radhiyallahu anhum s'kan ditë me i thonë jo Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo e gjithë është në suaza të asaj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët e tij që ndonjëherë ata edhe me shpreh mendimin e vet përballë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ditë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe është gëzu kur i ka konsultuar sahabët e vet, shpesh i ka mbledh i ka konsultuar, zaten kur gjë s'ka bë, pa i konsultuar sahabët. Jo se sahabët radhiyallahu anhum se kanë dëgjuar dhe se kanë respektuar apo që janë rebelaf, karshi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është iftira, karshi njerëzve më të mirë mbi rrugën toksore, mbi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe mbi sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Doli Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe doli imam. E filloi namazin dhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me sollën në xhami duke mbajtur 2 sahabë për krahi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u fal pas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. U fal pas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe kështu vazhdoi që të del imam Ebu Bekri radhiyallahu anhu derisa një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e qel perdën e shtëpisë vetë, derës vetë, se derë t'i kanë pas me perde, dhe i shikon sahabët në krye me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu si janë duke u falë. Dhe thonë historiantë, kjo është momenti më i lumtur dhe më i gëzuar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i shef me sytë e vet
frutet e davetit dhe thirrjes së tij dhe misionit të tij që e mbaroi me emanet deri në frymëmarrjen e fundit. Gjë e cila e shtini pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të shfaq lumturi në fytyrën e tij, edhe pse ishte në momentet e fundit të jetës së tij, ai u gëzu me të madhe kur pa që mas vete është duke lënë një ummet që edhe pa prezencën e tij namazi vazhdon të falet e xhamati e safet vazhdojnë të drejtohen, të rregullohen e besimtarët ta madhnojnë Allahun e madh. Derisa sahabët radhiyallahu anhum thonë qëndrej, aq sa qëndrej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fytyra e tij ndriçojke, do të thotë lulëzojke nga gëzimi i madh, qëndrej një moment aty e pastaj e lëshoi perdën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdoi të qëndrojë në shtëpinë e vet, nuk mori pjesë në namazin me xhamat, shkaku i pamundësisë me shëndet që me dalë me marë pjesë e të falet me sahabët së bashku. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sahabët gjithë e shikojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe e presin dhe nuk ja fillojnë farzit derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja bën me nishan dhe me vazhdojnë i farzin. E kur ata i fillojnë farzin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tërhiqet dhe vazhdon të qëndrojë në shtëpinë e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në momentet e fundit transmetohet se dhe nuk mujke me fol, derisa Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Usamja vjen për ta konsultuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me atë që e vendosi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikonte në Usame ibn Zeidin radhiyallahu anhu me gëzim, i çeke durt ka qielli dhe i lëshojke. I çeke durt ka qielli dhe i lëshojke, gjë që i sinjalizoi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është duke bëu për Usame ibn Zeidin dua që Allahu azza wa jalla t'i forcon komët dhe të jep sukses në misionin e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çastet e fundit të jetës së tij i kalon në gjoksin e Aishës radhiyallahu anha. Jastukën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha e vendon në gjoksin e saj, apo më mirë thon këtu në pjesën e fytit të saj, dhe mjekra e Aishës radhiyallahu anha, fytyra e saj qëndronte mbi kokën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila her pas her mirke ujë në një sahan që i kishte afër dhe ja freskoi fytyrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thonte inna lil mauti sakarat. I thekë o Aisha, me të vërtet vdekja pas ka agoni. Me të vërtet vdekja pas ka agoni. E ndjeu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam agonin e vdekjes dhe thonte fir rafiqil a'la, thonte te Allahu azza wa jall, te Allahu azza wa jall, pra me shku dhe me uratu te Zoti i madh. Pastaj thonte la ilaha illa Allah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illa Allah. Me të vërtet vdekja dhe agonia e vdekjes që ka e rond. Pastaj thonte Allahumma inni ala sakaratil maut, thonte o Allah, o Zot, lehtësomi dhe lehtësoma agoninë e vdekjes. Bëke dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allah me lehtësu agoninë e vdekjes. Agonia e vdekjes janë ato momentet e fundit para se besimtari me dhonë në shpirt, para se me i dal shpirti nga trupi i tij. Aisha radhiyallahu anha e lexonte çdo send nga gjestet dhe lëvizjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që tregon dashninë tej mase të madhe të Aishës ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hyni Abdurrahmani vllai Aishës radhiyallahu anha me e vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai kishte një misfak. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shtoi syt ka misfaki i tij. Aisha radhiyallahu anha e kuptoi. Ja mori Abdurrahmanit misfakun, e mori e shtini në gojën e saj, e zbuti me dhëmbë dhe gojën e saj dhe me ligat e saja, dhe pastaj
mori misfakun nga goja e Aishës radhiyallahu anha, ja pastroi dhomët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që thonë dietarët, likat e Aishës radhiyallahu anha është aroma e fundit që nohati nga kjo dunjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe janë gjëja e fundit që shijoi në gojën e tij. Që është subhanallahu një moment dhe një mesazh shumë i rëndësishëm në raportin e burrit dhe të gruas. Që shpesh unë e tham se raporti burr dhe gru nuk është i ndërtuar vetëm mbi rregulla dhe mbi parime, drejta ime dhe drejta jote. Me ligji kaq, neni kaq, jo. Raporti burr dhe gru është i ndërtuar mbi dashuri dhe mbi tolerancë dhe mbi mirëkuptim. Se kur të ketë dashuri, vallahi s'ka ligj, s'ka gabim, e s'ka lëshim që mundet ata mi nda. Se dashuria, mirëkuptimi, toleranca, gjitha ata i mbulon dhe i te i kalon. Allah ju udhëzoft besimtarët e muslimantë dhe i vetëdijsoft në këtë drejtim. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, idha asaba ahadukum musibatan falyadhkur masabahu bi fa innaha a'zamul masaib. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur dikujt t'i vjen ndonjë sprovë, le ta kujton sprovën e vdekjes teme, se ajo është sprova më e madhe për ummetin tëm. Çka do që të ndodh në jetën tënde? Kujtoje sprovën e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa është sprova më e madhe? Sa ajo është sprova më e madhe, edhe ajo edhe ndodhi me ummetin, me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në momentin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha emanetin dhe shkoi tek Allahu azza wa jall. Derisa thot Ibn Ishaku, kur ndroi jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ndroi jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Arabët beduinët e braktisën Islamin. Thanë, me se vdiq Muhamedi, tamam u kry kjo punë, s'kina më në marrëveshje. Ne kina pas marrëveshje me konë musliman sa konë gjallë aj. Beduinët, ato shkretirës, e lanë Islamin. Shini qëfar sprova ndodhë, tregon këtë Ibn Ishaku. Në momentin që doli lajmi se ndroi jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hala as se kanë la xhenazën, as se kanë varros, hala kur gjon. Arabët e braktisën Islamin. Jehudit në Medinë dhe në përgjithësi jehudit që ishin, në këtë rast ka pas në Medinë jehudit, por jehudit që ishin në periferi më larg u rebelavën. Jehudit u rebelavën, që kishte në atë zonën e Hajberit dhe në tonë, kishte jehudi, u rebelavën, më një herë. Thanë u kry, s'ka u prish marrëveshja. E pastaj dhe muslimant, thot Ibn Isaki, u banën sikur delet e shka përdethta në thellësin e natës, pa çoban. Kështu ndodhi me musliman. Tregon Kadi Ebu Bekër, thot sa i takon Othmanit radhiyallahu anhu, Othmani radhiyallahu anhu u mbyll në shtëpinë e vet dhe nuk doli jashtë. E pastaj Aliu radhiyallahu anhu hyni në shtëpinë e Fatimës dhe u izolu. Ebu Bekri u tërbu. Ebu Bekri u tërbu. Dhe tha, s'ka vdek Muhamedi, mos gabojni me thonë ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zguxojni, hajde thuj. Tha Ebu Bekri, tha Omeri radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shku te Allahu azza wa jall, sikur që shkoi te Allahu Musa alayhis salam. Komu kthi. Ka shku në takim me Zotin e do kthehet. Dhe shtash, kjo është tërbu. Përveç se Ebu Bekrit radhiyallahu anhu kur i vjen lajmi që ishte në shtëpinë e tij pak më larg, merr Ebu Bekri radhiyallahu anhu atin e tij dhe vjen në Medinë, dhe ky është momenti dhe roli më kyç i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu në historinë e njerëzimit. Në historinë e tij më mirë thonë. Sepse ishte shtylla kryesore që ka me vazhdu të mban top dhe truç shtetin islam që ndërtoi me vite Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
se këtu me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u luhatën themelet e shtetit islam. Njerëzit kryesor që duheshte me marë rol dhe pozit dhe me marë diçka konkrete si hap, ata u largun. Othmani nuk fol, Ali është mbyll shpinën e vet, Ebu Bekri është tërbu, zgudzon askush me thonë se ka ndrujet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Omeri radhiyallahu u tërbu, zgudzon askush me thonë se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, përveç Ebu Bekrit radhiyallahu anhu e merr atin e tij dhe shpejt vjen në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hyn në dhomën e Aishës, vërtetohet e shef Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja shpalos fytyrën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ja kishin lu. Dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, sa i bukur ke qenë i gjallë e sa i bukur që e i vdekur. E puthi në ballë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu del dhe fillon me misionin e tij që për t'i mbledh dhe bashku radhat e muslimanëve dhe thot men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat wa men kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Doli Ebu Bekri radhiyallahu anhu hypin minber dhe tha: o ju besimtar, kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi ka ndru jetë. E kush e adhuron Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall është i gjallë dhe ai nuk vdes. Dhe tha, e lexoj ajetin kuranor. Omeri radhiyallahu anhu atë po shikon, thot wa ma Muhammedun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata wa qutila inqalabtum ala aqabikum. Ajet kuranor që mati ishte shpall, që Omeri e dinte. E tha Omeri radhiyallahu anhu kur e tha Ebu Bekri këtë ajet kuranor, vallahi mu duk sikur me pas ndëgju une për spari herë. Dhe kjo ja forcoi komt edhe Omerit dhe me automatizëm u forcu edhe pozicioni i islamit dhe muslimanve dhe u kuptu realiteti se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe se islami dhe muslimanët vazhdojnë edhe pas ndrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ajeti do me thonën Muhamedi nuk është asgjë tjetër përveç se një pejgamber, e nëse ai vdes apo vritet, ju keni me lënë fen. Kështu është fjala Allahut azza wa jall. Ju keni me dështu, jo keni me vazhdu, jo me përkra dhe me ndihmu fejnë Allahut azza wa jall. Nesër inshallah kena me folën për zgjedhjen e Ebu Bekrit për khalife, tregimin Saqifatu Bani Sa'ida, aty që është afër shtëpisë apo xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpëlbeft e ju bekoft. Shifemi inshallah në ditën e shtonë.